për miratim në momentin që do të ketë kuvend dhe qeveri të re. E ndjekim intervistën e tij dhënë për gazetaren Nora Luta. Atëherë, zotëri Qorulli, fillimisht mos mundeni më na tregu se pse vendosi Ministria e Drejtësisë që t'i dërgojë për vlerësim disa projektligje në Komisionin e Venecias. Kjo është një rrjedhë e natyrshme që derivon nga deklarata e përbashkët e zotimeve mes Ministrisë Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokural dhe akterëve tjerë të përfshirë të sistemit të drejtësisë dhe prej një seti prej 6 projektligjesh, 4 prej tyre në seancën e datës 14 mars të 142-ës me radhë të Komisionit të Venecias. Komisioni i Venecias ka pranuar që gjitha propozimet dhe draftet e dërguara nga Ministria e Drejtësisë, që përfshin projektligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, për Akademinë e Drejtësisë, për vlerësimin e performancës, për përgjegjësinë disiplinore dhe ajo që është një ligj me një titull pak më gjatë, kontrollin e integritetit dhe statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, të pranohen si të mirëqena të gjitha propozimet e Ministrisë Drejtësisë dhe kjo ka qenë një ditë historike për sistemin e drejtësisë të Kosovës, sepse në këtë fazë nga 14 marsi Kosova do të hyjë në një epokë të re të një procesi reforme drejtësie dhe kjo nuk kupton që ne tashmë në momentin kur të krijohen edhe rrethanat politike Kuvendi i ri i Republikës Kosovës që do t'i aprovoj këtë ligje, atëherë bashkërisht ne do të hyjmë që më gjyqtarët dhe prokurorët do të kenë me ligj disa fuqi më të mëdha, por edhe këshillat respektiv në kuptim të vlerësimit të integritetit, të statusit dhe të performancës tyre, një lloj vettingu, në mënyrë që ata të mos kenë komoditetin e përhershëm si që kanë pas dhe të kenë një lloj vlerësimi të vazhdueshëm të performancës tash, por edhe të integritetit, por edhe të statusit të tyre dhe kjo përfshin një rrethanë të re të favorshme për institucionet e drejtësisë, për tagrat që u jep ligji 2 këshillave respektiv, në asnjë rrethani jo Ministrisë Drejtësisë, të kontrolloj që ata më tashmë të vlerësohen në bazë të kontrollit të këtyre faktorëve të cilët do të jenë një tek që në mënyrë që Kosova ta ketë një sistem të drejtësisë të besueshëm dhe të bëshëm përfundimisht. A kanë qenë të gjitha rekomandimet dhe vërejtjet që i ka dhënë Komisioni i Venecias në këto opinione, ashtu siç janë projektligjet aktuale, pra a nën kupton nëse Ministria e Drejtësisë i merr parasysh rekomandimet dhe vërejtjet që këto projektligje do të duhej të ridraftohen? Rekomandimet në komplet në tërë këtë set 4 prej sosh janë rekomandimet të cilat janë lehtë të zgjidhshme dhe ne sapo të krijohen rrethanat, momentin e parë do t'i ftojmë të gjitha akterët institucional dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias do t'i marrën përsipër. Këto rekomandime nuk janë diçka që ne nuk e kemi pritur, janë rekomandime të cilat janë lehtësisht të adresueshme dhe këtu ka pas me sa kam pa edhe një qëndrim tashmë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, i cili ka pranuar si të mirëqena dhe rekomandimet, kështu që ne gjithmonë jemi vigilent dhe jemi të kujdesshëm që çdo herë t'i pranojmë ato rekomandime. Kështu që me fjalë të tjera po them që rekomandimet e Komisionit të Venecias janë të pranueshme edhe për ne, sepse vetë fjala rekomandim nuk kupton që ata japin ca këshilla që ligji të bëhet më i mirë, sepse ne edhe si sistemi i drejtësisë, por edhe një demokraci e re, ndonjëherë kemi nevojë edhe për ca sy tjerë të ekspertëve prominent botëror si që ka Komisioni i Venecias. Kështu që këto rekomandime sigurisht që janë të qelluara dhe ne kemi vendosur sigurisht që t'i adresojmë ato në momentin tash kur krijohen rrethanat e para, ne do t'i mbledhim shumë shpejt akterët institucional në mënyrë që ligji t'ia japim dorën e fundit, por sigurisht që derisa jemi në funksion të tillë, sepse po presim që të bëhet të konstituohet edhe kuvendi i ri dhe më pas dhe këto ligje të aprovohen në kuvendin e ri të Kosovës. Komisioni, siç e kemi pritur, ka rekomanduar pra që bara e provës të projektligjit për përgjegjësinë disiplinore të mos ju bije subjekteve në këtë rast
të hetimit që do të mund të ishin gjyqtarët apo prokurorët, siç ka rekomanduar projekt ligji, por kjo duhej ti takoj, nëse nuk e kam kuptu gabim, këshillave përkatës, pra këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurorial. A do të merret parasysh ky rekomandim? Sakt, ne do t'i dëgjojmë tani edhe dy këshillat, në mënyrë që autorizimet të cilat i posedojnë dhe mekanizmat të cilat ata i krijojnë, do duhet që sidomos në çështjen e barrës së provës, sa i përket anës pasorore të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe vlerësimin e vazhdueshëm të integritetit të tyre, por edhe të performancës, po veçanërisht të pasurisë, atëherë barra provës të ndahet në mënyrë proporcionale midis kandidatëve për gjyqtar ose gjyqtarëve të dekretuar dhe këshillave. Dhe këshillat duhet të gjejnë mekanizmat e tyre, të krijojnë ca mekanizma që të vlerësojnë në mënyrë të vazhdueshme. Meqense po bëhet kjo hera parë, atëherë sigurisht që do të ketë edhe disa sfida të lehta, nuk janë sfida të patekalueshme, në mënyrë që këshillat të krijojnë ca mekanizma brenda tyre për shkak se këto do të jenë trupa të përhershëm brenda tyre. Edhe gjyqtarët të cilët do të kandidojnë, kandidatët për gjyqtarët të cilët do të kandidojnë për herë të parë për të bërë të tillë, por edhe ata që do të emërohen në mandat fillestar dhe për të bërë gjyqtarë të përhershëm, do duhet që çdo herë në mënyrë të vazhdueshme t'i prezantojnë para këshillit këto detyrime që i kanë sipas ligjit. Prandaj unë e quajta si një moment historik, sepse ata nuk do të jenë komod, sepse aktualisht ata janë komod deri në moshën e pensionimit. Nuk raportojnë gjë për vetëm një performancë dhe sa zgjidhjes së lëndëve. Komisioni i Venecias e ka përjashtuar mundësinë që të ketë shkarkim të gjyqtarit ose prokurorit në performancë të vazhdueshme? Jo, kam nuk mbetur kjo, do të thonë, a ka qenë i qartë projekt ligji sa i përket shkarkimit në bazë të performancës, në bazë të vlerësimit të vazhdueshëm të performancës. Ata i kanë vënë ca rekomandime të cilat ne ne kemi parapat që vlerësimi i performancës do bëhet mbi baza të përhershme. Dhe një prej arsyeve, shkaqeve të shkarkimit të jetë edhe mos performanca e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ata kanë kërku Komisioni i Venedikut në rekomandimet e tyre finale, sepse nëse e merrni komplet opinionin, ai adreson të gjeturat në bazë të ulumtimeve në terren, intervistave që i ka bërë me aktorët institucional dhe në fund i jep të paktën nga 6-7 rekomandime për secilin projekt ligj, në mënyrë që ligji të jetë më i mirë. Në mënyrë që mos ketë pasiguri juridike dhe të ketë një apelim nga ana, sepse në rast se bëhet shkarkimi i gjyqtarit prokurori, ata duhet t'ia japin një mjet juridik të shkarkuarit, në mënyrë që ai të ketë të garantuara të drejtat e tij kushtetuese. Në mënyrë që ai të bindet që shkarkimi ka qenë i lehtëshëm per se, atëherë këshillat duhet t'i forcojnë mekanizmat dhe justifikimin mbi bazën e shkarkimeve. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që justifikimet duhet të jenë shumë të forta se sa që janë aktualisht në ligj. Dhe ne mezi po presim të dëgjojmë nga këshillat respektiv se cilat do të jenë levat e tyre ose autorizimet e tyre që ligjit t'i garantojë të drejtat kushtetuese dhe të palëve, sepse nëse një gjyqtar, po themi për arsye mos performance, që nuk kupton, nuk e zgjidh një lëndë për shumë kohë, neglizhon detyrat e tij të punës, duhet të jap justifikime të forta. Rekomandimet e Komisionit të Venecias janë vetëm për faktin që të jep garanci më të forta ligjore, të ketë shkallshmëri brenda llojit, të ketë të drejtën e apelimit, të atij vendimi dhe më pas duhet të sheh vetë Këshilli Gjyqësor për dhe Këshilli Prokurorial mekanizmat, sepse ne duhet të krijojmë këto për herë të parë me ligj. Çka ata janë në gjendje me bë, dhe na i kemi sigurisht sugjerimet tona, por duke qenë se ata në emër të pavarësisë dhe shpeshherë e humbin edhe llogaridhënien, atëherë ne nuk në këtë moment nuk mund t'ju themi që bëheni këtë, por jemi të gatshëm t'i dëgjojmë sepse ligjet sigurisht që po i bëjmë për qëllime të krijimit të besimit të publikut në sistemin e drejtësisë, i cili përveç që duhet të jetë i pavarur, duhet të jetë efikas dhe i shpejtë. Në këtë aspekt ne shohim që këto dy të fundit
nuk janë shumë të garantuar. Kuptohet kjo që pritet pra një formim i qeverisë, pastaj t'i ftoni këshillat në diskutime për draftimin e këtyre ligjeve. Shiko, duke qenë se ne jemi të varur drejt për drejt, ne jemi në qeveri tani, dhe ju jeni në Ministrinë e Drejtësisë, po ne duhet presim konstituimin e kuvendit të ri, në mënyrë që të kalojnë këto ligje në kuvendin e Kosovës, atër këto dyja janë të ndërlidhur, krijimi i qeverisë së re dhe i kuvendit, por ne do ta bëjmë shumë më shpejt, domethënë edhe në qeverinë e tanishme, dhe në qeverinë e ardhshme të udhëhequr për kryeministit Kurti, ne do t'i bëjmë këto versionet përfundimtare në mënyrë që të marrë dritën jeshile pare sipas procedurës kushtetuese në qeveri dhe më pas edhe në Komisionin për Legjislacion dhe sigurisht edhe në seancë plenare të kalojnë. Kjo është çështje më shumë birokratike, do thoya, është një çështje procedurale, cila ne së pari duhet të t'i marrim, ta bëjmë një mbledhje, t'i thrasim akterët dhe më pas t'i adresojmë të gjeturat, t'i dëgjojmë edhe mendimet, por besoj që këto janë shumë më shpejt të zgjidhura. Me një punëtari paktën 2 ditore ne do t'i zgjidhim këto adresime. Po, parasysh të gjitha adresimet përfshirë edhe atë që të projekt ligji për përgjegjësinë disiplinore që ka kërkuar që të ketë sqarime më të qarta rreth shkeljeve të rënda dhe të lehta, pra të ketë një qartësi rreth asaj se çfarë nënkupton kjo. Ne edhe projekt ligji aktual ose drafti projekt ligjit aktual saktëson çka quhet shkelje e rëndë dhe çka quhet shkelje e lehtë. Por Komisioni Venecias ka kërkuar që të jenë edhe më specifike. Çka mund të konsiderohet ta zënë shkelje e rëndë? Nëse dikush dështon në mënyrë sistematike të kryej detyrat e tij të punës, nuk i përgjigjet, ka shkelje të rënda disiplinore, shkel kodin e etikës, bën veprime të cilat janë jo ligjore, etj. Dhe çka quhet e lehtë. Kështu që këto janë çështje thash shumë lehtë të zgjidhshme. Këto janë çështje të cilat ne i kemi paramenduar. Nuk është që unë kam prezantuar në Komisionin e Venedikut në 14 mars dhe në referim edhe në takimet që i kemi bërë këtu në gjatë muajit janar me panelin, domethënë sepse është një kolegj prej anëtarësh që varësisht nga shorti që merr pjesë në edhe i ka takuar edhe aktorë të tjerë institucionale dhe shoqërinë civile, ne kemi parashikuar që këto disa prej rekomandimeve sigurisht. Ne jemi demokraci e re dhe sigurisht prandaj konsultimi i Komisionit Venedikut është shumë i rëndësishëm për etablimin e një fryme të re të jurisprudencës Kosovës. Ju e dini që më herët gjykata jonë kushtetuese, vendimet e cilës janë të plotfuqishme dhe të pakontestueshme dhe të zbatueshme, ka thënë që jo domosdoshmërisht opinionet e Komisionit Venecias duhet të janë të zbatueshme në sistemin tonë juridik. Por ne, meqense kemi kërkuar vetë nga Komisioni i Venecias, atëherë sigurisht që këto adresime të këtyre gjithmonë po them, to nuk janë obligime ligjore që ne t'i zbatojmë, po janë quhen rekomandime. Dhe ne do t'i marrim përsipër dhe do ta gjejmë një common sense, një gjuhë të përbashkët me aktorët tjerë, me Këshillin Gjyqësor sidomos dhe me Këshillin Prokurorial, që këto nuk janë të pazgjidhshme, janë çështje të cilat janë më shumë formulë logjike dhe një formulë gjyqësore e të zgjidhurit të bërit ligjit. Ka teknika shumë ndryshme. Ne vim për një tradite shumë të ndryshme juridike, sidomos në të kaluarën, mbase edhe që daton nga ish Jugosllavia, që kemi traditë të ndryshme të hartimit të ligjeve. Ndërkohë që sot i përkasim një role që quhet e drejtë ndërkombëtare, po edhe e drejtë evropiane, dhe tash ne ndjekim traditat, në mënyrë që këta jurist prominent evropian që vinë në komision, po jo, kjo është obligim kushtetues. Atëherë Komisioni i Venecias është Jo, kjo është obligim kushtetues, por e pa ta fjalën në ndoshta traditat më të hershme Kosova ka pas probleme ndonjëherë edhe sistemike të hartimit të ligjeve, po tash gjenerat e reja sigurisht ndjekin trendet e ndryshme dhe ne sigurisht rekomandimet e Komisionit të Venecias gjithmonë duke qenë tilla si rekomandime do t'i marrim për bazë dhe do t'i adresojmë dhe ligji kur qëndrohet në ligj në tekstet e tij, gjitha këto katër edhe 2 tjera të cilat do të mbesin për seancën e muajve të ardhshëm, mbase të verës, Komisioni i Venecias do të jenë të adresuar të gjitha këto kërkesa të Venecias. Kur jemi te gjykata kushtetuese, zotëri Qorulli, në njëra nga opinionet, Komisioni i Venecias
e ka udhëzuar një farë forme Ministrinë e Drejtësisë, pra që rekomandimet, siç i përmend edhe ti, që jap komisioni nuk janë obligative, por e ka udhëzuar një farë forme Ministrinë e Drejtësisë që shikoni këto rekomandime nëse janë në përputhje me sistemin juridik dhe kushtetues të Kosovës. A do ta respektoj Ministria e Drejtësisë, pra dhe një farë forme i ka bërë thirrje, pra që të ketë edhe kujdes në interpretimin? Në mënyrë absolute, sepse në projekt ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës se për ndryshimet që lidhen me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ajo ka rekomanduar Komisioni Venecias që të ketë ndryshime kushtetuese. Janë disa çështje të cilat lidhen me përfaqësimin ose me antarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në projekt ligjin e ri, pra parashihet që të ketë më shumë antar jo gjyqtar Këshilli Gjyqësor dhe të ketë zëvendësin ose kryesuesin e Këshillit Gjyqësor gjithçysh njërin nga këto pozita të jetë nga antarët jo gjyqtar. Pikërisht këtë isha duke u thënë. Duke qenë se e dinin në të famshmën korporatizëm që quante Komisioni Venecias Këshillin Prokurorial të Kosovës, tani nuk e ka quajtur Këshillin Gjyqësor organizat korporatiste, i ka ikë një shprehje të tillë, por ideja që gjithmonë gjyqtarët i zgjedhin gjyqtarët dhe prokurorët i zgjedhin prokurorët, nuk është diçka që është një garancë e fuqishme e sundimit të ligjit, sepse njerëzit të cilët familiarizohen në një sistem të drejtësisë krijojnë edhe varësi vetëm mos ma kemi edhe antarët jo gjyqtarë që zgjedhen pastaj edhe në kuvend dhe në rregull, po janë shumë të pakët. I kemi dy anë të së njëjtës medale, por tani për të bërë ndryshimet në Këshillin Gjyqësor të Kosovës duhen ndryshimet kushtetuese. Në situatën si që jemi, politike, por edhe juridike, ndryshimi kushtetutës është një operacion vështirë i mundshëm. Ju e dini mënyrat se si bëhet ndryshimi kushtetutës, tani atëherë këto ne nuk mund t'i rekomandojmë, sepse nesër mund të thotë dikush nga këta që janë zhurmagjin të rëndësishëm të sistemit tonë politik bëjnë, thojnë Ministria e Drejtësisë nuk i ka zbatu 100% rekomandimet e Komisionit Venecias, këto nuk merr barë as Ministria e Drejtësisë, as Qeveria e Kosovës që të filloj se e dini, sepse për ndryshe këto ligje, më lejoni ta mbyllit lutem, ne nuk do t'i bënim këto ligje sikur do ta kishim vetingun. Por vetingu nuk po kalon kuvend pikërisht për shkak të ndryshimeve kushtetuese dhe nëse ju keni mekanizëm, jo ju si person, por dikush tjetër që ta bindë minoritetet dhe të tjerët që t'i votojnë ndryshimet kushtetuese, ne atëherë këto ligje nuk do t'i bënim. Kështu që rekomandimet e Komisionit Venecias në shkallë të madhe, për sa janë të realizueshme për identitetin tonë politik, por sidomos për identitetin tonë kushtetues, atëherë do të zbatohen. Por ka rekomandime, siç e thotë Zeza Mbitbardh, vetë Komisioni Venecias, për shkak të identitetit kushtetues dhe për shkak të pamundësisë për me ndryshu kushtetutën, atëherë ne rekomandojmë që kjo të bëhet kështu. Kur jemi të vetingu, pra edhe këshillat në këtë rast edhe ai gjyqësor, edhe ai prokurorial kanë qenë të mendimit më shumë që të bëhet një lloj vetingu i brendshëm siç është duke ndodhur me këto ligje. A mendoni se nëse do të kaloni te vetingu me ndryshimet kushtetuese, këshilla do ta përkranin një veting në këtë formë, sepse vazhdimisht, pra ka qenë edhe ai Këshilli Gjyqësor që e ka inicu që të ketë pra këtë deklaratën e përbashkëzotimit, të ketë një veting siç po pretendohet të bëhet me këto ligje. Unë nuk parapëlqej zakonisht me fol me nëse, por nëse me detyroni të flas me nëse, atëherë unë jam tifoz më i madh i atij procesi të parë, që quhet veting, sepse ai me ndryshime kushtetuese, pastaj edhe me mekanizma të tjerë të cilët do të shndroheshin në ligj, do të ishte një proces që do të linte gjurmë për drejtsinë e Kosovës dhe do të ishte shumë më efektiv se sa këto. Por duke qenë se ai proces ka qenë ose është peng i ndryshimeve kushtetuese, atëherë ky një lloj, më thojnë za plani B, që bëhet sidomos për projektligjin për rekrutimin, vlerësimin e performancës, kontrollin e integritetit dhe statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, do t'i adresoj të gjitha ato zbrasti të cilat aktualisht ndodhen në sistemin tonë gjyqësor dhe prokurorial, në mënyrë që gjyqtarët dhe prokurorët të kenë mos të kenë një komoditet të përhershmërisë tyre siç e kanë në detyrë. Kjo nuk kupton që ata
se aktualisht siç është identiteti jonë ligjor, ata janë të paprekshëm. Ne nuk kërkojmë që ata me i largu pi punës, ne kërkojmë që ata me punu. Ata janë një kategori dembelesh, të cilët e dini qytetarët e Kosovës presin me 10 vite për me u zgjidhni lahet, dhe bashkë me këto dhe me një ligj shumë të rëndësishëm që është ligji për realizimin e drejtës për gjykim në kohë të arsyeshme, ne kërkojmë që atyre punoni pak më tepër, me një intensitet më të shtuar. Kështu që një kategori dembelesh thash. Kështu që tash nëse mund t'i ketë sistemi 2-3 gjyqtarë prokuror, kështu nëse jam gjendje për me nxjerr një nga një me të thonë boj që ka dembel, se atëre personalizoj. Për te personalizimin, në kuptoj që sistemi jonë duhet jetë i përpothshëm me standardet evropiane, ku edhe gjyqtarët dhe prokurorët duhet të kenë një lloj përgjegjësie, prandaj edhe quhet përgjegjësi që lidhet edhe me performancën dhe me integritetin dhe me statusin e tyre. Të gjitha këto, bashkë me këto rekomandimet e Venecias, ndërlidhshmërisht, sepse këto janë komplementare gjithmonë, po them ndërlidhshmërisht do t'i adresojnë të gjitha të gjeturat, edhe të Venecias edhe tona, dhe ky do të bëhet një ligj shumë i mirë, i cili uroj që gjithashtu të gjej zbatim në praktik, mirë që këshillat t'i kenë këto mekanizmat e tyre të vlerësimit të përhershëm, sepse ky është një vlerësim i përhershëm, nuk është sporadik as periodik, që kupton për 1 vjet, për 2 vjet. Gjyqtarët tash duhet të djersiten më shumë, bashkë edhe prokurorët, që të arrisin performancën. Kjo është një kërkesë imediate, e përhershme, e jona që lidhet me rikthimin e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë. Gjë që për momentin nuk është. A besoni që do të ketë do të arrini brenda çfarë periudhe besoni që do të përfundojnë këto ligje? Unë nuk jam gjendje të them me ditë ose me ja, po kjo do të bëhet brenda një periudhe të arsyeshme kohore, për shkak të dinamikës tash, ne jemi tash në një periudhë ende post-elektorale, dhe më pas sapo të marrin certifikimin përfundimtar, zgjedhjet dhe të konstituohet kuvendi i ri, ne si qeveri dhe si qeveri e ardhshme, sigurisht, si mazhoranca arshme gjithmonë, në udhëheqëm nga lëvizjave të vendosje, do t'i bëjmë ndryshimet e para. Nëse doni unë po them që brenda një periudhe të arsyeshme, mandati të arshëm ajo është shumë, 4 vite mandati të arshëm dhe shumë, unë besoj kjo është çështje e javësh, mos them muajsh, domethënë është çështje shumë e shpejtë. Para pushimeve të verës do të adresohen këto. Dhe do t'i adresoni përfshirë dhe rekomandimet që i janë dhënë edhe në projekt ligjin e Akademisë së Drejtësisë? Ka qenë rekomandimi, duhet me rujt një farë balansi, Ministria e Drejtësisë do ta ketë përfaqësuesin, si që ka dhe sot, por jo ex officio Ministri i Drejtësisë. Sigurisht që ne do t'i adresojmë të gjitha të gjeturat, do të shohim levat, mekanizmat, sa gjithë, këto gjithmonë janë rekomandime, ne do të shohim përpoqësimin, ne kemi menduar që të qenurit edhe Ministri i Drejtësisë aty e garanton një lloj balanci, sepse është edhe kryetari i Gjykatës Supreme, është prokurori i shtetit, e tjera, kështu që ne do t'i adresojmë kur do të ulemi në ekipet tona punuese, do ta gjejmë gjithmonë thash një gjuhë të përbashkët, një common sense në mënyrë që të adresohen standardet më të mira demokratike, sepse e dini mundet eventualisht dikush me dërgu këto në të ardhmen në gjykatë kushtetuese, kanë dërgu edhe ligje, edhe kanë dërgu ligjin për themellimin gjykatës administrative, që ka qenë një prej absurdeve më të mëdha të opozitës së tashme dhe tashme të Kosovës. Zotëri Qërulli, këshillat si ai gjyqësor dhe ai prokurorial vazhdimisht kohëve të fundit, pra këtë vit janë ankuar se nuk kanë buxhet mjaftueshëm. A do ta kenë përkrahjen e Ministrisë së Drejtësisë edhe në ofrimin e buxhetit të mjaftueshëm për t'i arritur objektivat në reformën e drejtësisë? E kam pas dhe do ta kenë. Sigurisht Ministria e Drejtësisë nuk e ka kuletin e shtetit, përgjegjëse për këtë punë është Ministria e Financave, por ne sa herë ju kemi ndajt afër që çdo nevojë ta plotësojnë ata, dhe mos t'jem peng, sepse ankesat e tyre shpeshherë janë irracionale. Nuk lidhen vetëm me plotësimin e numrit të gjyqtarëve ose të prokurorëve nga dy këshillat respektiv, por kur bëhen planifikimet e sakta buxhetore, ato duhet të jenë
të përputhshme me ligjin për buxhetin, që është 1 janar 31 dhjetor. Dhe tash buxheti i Republikës Kosovës, unë nuk jam as financiar edhe as ekonomist, se cilat i ka standardet e veta të hartimit të tij. Por ne si Ministri e Drejtësisë ju kemi ndajtë ofër në plotësim të gjë dhe ju kemi thonë edhe në qeveri edhe kështu. Kështu që ata nëse kanë ndonjë, po themi, mos standardizim me kërkesat e ligjit për buxhet, përbes unë nuk kam asnjë mundësi që të ndërhyj në çështje të tilla, por si rregull, gjithmonë po flas si rregull, jo si përjashtim, Ministria e Drejtësisë ju jep suportin e plot atyre që të mbështeten në, sidomos në performancë. Kërkojmë që të ketë performancë, jo ndërhyrje. Për gjykata të kryqëzorove, e dim që vazhdimisht kanë kërku për shembull me ligjin që të kenë një gjyqtar të paktën një bashkëpunëtor profesional dhe shumica funksionojnë pra me një staf numër më të vogël. Është përgjegjësi e tyre e plot që ata t'i krijojnë thash mekanizmat dhe të bëjnë të pamundurën të mundurën nëpërmjet krijimit të një ambienti brenda sistemit gjyqësor që të krijojnë vende të reja të punës. Nëse ka nevojë për shtimin e numrit gjyqtarëve, nëse ka nevojë për shtimin e bashkëpunëtorëve profesional, sepse për herë të parë më lejon të ja them që kjo do të jetë pjesë e kësaj pakoje që rrjedh nga deklarata përbashkët e zotimeve, për herë të parë me iniciativën tonë dhe me konsensusin e plotë të tyre, administratat e gjykatave dhe prokurorive do ta kenë statusin e vet, me lesh të veçantë. Kështu që edhe kjo është një rrethanë shumë pozitive për rikthimin e besimit të publikut në drejtësi, sepse administratat që luajnë një rol, ata njerëzit që janë prapa perdeve, sikurse kameramanët pas gazetarëve, ka një rol të rëndësishëm në identitetin e ri të fuqizimit të sistemit të drejtësisë. Kështu që edhe këshillat duhet t'i gjejnë mekanizmat e tyre. Pengesë, zero. Asnjë pengesë. As nga Ministria e Drejtësisë, as nga Qeveria e Kosovës, as nga Ministria e Financave, edhe nga Kryeministri, që ata ta ngrisin këtë çështje duhet me i adresu ato nevojat e tyre ndoshta në mënyrë më